Libri i zbulesës sipas Johanit, apostull dhe ungjillor, interpretuar sipas etërve të Kishës Ortodoks. Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e 26 në lidhje me interpretimin e librit profetik dhe eskatologjik të zbulesës. Kemi arritur në kapitullin 17 dhe pa humbur kohë le të fillojmë të lexojmë nga vargjet e para të këtij kapitulli. Vargu i parë, 2 dhe i 3 ku na thuhet: Dhe erdhi një nga 7 angjëj që kishte 7 kupa dhe foli me mua dhe më tha: Eja, do t'rregoj gjyqin e kurvës së madhe që është ulur pranë ujrave të shumta, me cilën kurvëruan mbretërit e dheut dhe banorët e dheut deon me verën e kurvërimit të saj. Dhe më çoi në frymë në shkretir dhe pash një grua që ishte ulur me një bisht të kuqe të ndezur, plot me emra blasfemie dhe që kishte 7 krerë dhe 10 brirë. Në këtë varg ose në këto vargje na thuhet se ungjillori Johan pa një vegim dhe një nga angjëjt, pra ata që kishin 7 kupat, të cilët Perëndia ndëshkonte dheun, njëri prej tyre u shkëput dhe i tregoi figurën e një gruaje që patjetër ka kuptimin e saj alegorik. Nuk duhet çuditemi që kjo gruaja ka kuptim alegorik, sepse përsëri në librin e zbulesës na tregohet për një tjetër grua, e cila ishte krejt ndryshe. Ajo ishte e veshur me diell, në kryet e saj kishte 12 yje dhe poshtë këmbë kishte hënën. Dhe siç pas interpretimit të etërve, kjo është kisha apostolike që përfaqësohet nga personi të shenjtë vigjeshë zonjë Shëmari. Por kjo grua tjetër është në antitezë pra me gruan e veshur me diell, është një lavire e madhe dhe patjetër ka alegorinë e saj dhe më konkretisht kjo grua na tregon qytet-shtetin Antikrisht të Romës. Dhe në atë kohë ku shkruar dhe libri i zbulesës, ishte Roma qytet-shteti Antikrisht që i ngjante kësaj lavire të madhe, sepse quhet lavire për shkak të apostazisë së saj dhe idhujtarisë që shoqëroi jo vetëm me adhurimin e idhujve, por shoqëroi edhe me shturje morale deri në perversion. Quhet e madhe për treguar pushtetin që kishte Roma, por për treguar edhe se ajo ishte e madhe në lavirësinë e vet, në korrupsionin e saj. Do dim që Roma në atë kohë kishte një pushtet shumë madh, po ishte edhe në kulmin e korrupsionit dhe të degenerimit. Nuk duhet çuditemi për këtë se si qytetet të cilat degraduan në idhujtari janë quajtur lavire, dhe kjo jo vetëm për Romën, por edhe për Izraelin. Për shembull, kemi tek profeti Isaia që e quan Izraelin një lavire. Për shembull, konkretisht na thuhet: Si bëhet që qyteti besnik është shndruar në një lavire, ishte plot ndeshmëri, drejtësia që ndron të por tani aty banojnë vrasit? Ose profeti Osea na thot përsëri: Prostitucioni, vera dhe moshni të lënë pamend, populli im konsulton idhujt e tij prej druri dhe shkopi i tij e pullëzime, sepse fryma e prostitucionit i devijon, ata kurvërohen duke u shmangur nga Perëndia e tyre. Prandaj, në shkrimin e shenjtë, kurvëria shikohet në 2 aspekte, në atë shpirtëror, pra degenerimin duke adhuruar idhujt dhe mbrapa idhujve janë demonët, siç thotë edhe libri i Psalmeve, sepse perëndit ose idhujt e kombeve janë demon, por kjo shoqërohet edhe me kurvëri ose degenerim moral trupor. Aty na flitet për mbretërit e dheut, të cilët kurvëruan pra me këtë lavire të madhe. Mbretërit e dheut janë vasalët e pushtetit romak, të cilët jo vetëm i nështroheshin pushtetit romak, por pranonin idhujtarinë e tyre dhe degenerimin moral të Romës, që përhapi pastaj nga Roma në gjithë to mbretëri dhe kështu molepsej e gjithët bota. Mbi shumë ujra, pra është ulur mbi ujra, jo më kot na tregohet. Ky imazh na rikujton, na sjell për shkrimin e Babilonisë, që duke sikur ishte ndërtuar mbi ujra, sepse Babilonia furnizohej nga ujrat e lumit e Ofrat, siç ishin edhe kopshtet e Babilonisë, por ujrat kanë një kuptim tjetër. Ashtu si vet ëngjëlli thot, ujrat që pe atje kur i lavira janë popuj dhe turma e kombeve e gjuhë. Pra, Roma ishte ndërtuar mbi këto ujra, pra mbi kombe të ndryshme ose popuj të ndryshëm, dhe ashtu si ato lumen përçojnë nëpërmjet rrjedhës së ujit gjërat që hidhen mbi to, kështu edhe Roma nëpërmjet këtyre ujrave për popull përçonte gjithë idhujtarinë dhe degenerimin shpirtëror dhe moral. Por na flitet që kjo prostitutë e madhe qëndronte mbi bishën e kuqe. Bisha e kuqe nuk është gjë tjetër veçse ajo bisha që na përmendet edhe tek libri i zbulesës, kapitulli 13, që doli nga deti, siç edhe citojmë, edhe ndenja mbi rrën e detit dhe pash një bish që dilte nga deti që kishte 7 krerë e 10 brirë dhe mbi brirët e saj 10 kurora dhe mbi krerët e saj një emër blasfemie. Bisha me cilën qëndron gruaja ka me të vërtet numër të barabartë krerësh dhe brirësh, si dhe emra blasfemie, që kishte edhe bisha që doli nga deti. Pra,
që nuk është gjë tjetër, është vetë simboli i perandorisë romake, gruaja e ri mbi bishën. Kjo gjë tregon pozicionin bizotrues të Romës si kryeqyteti botëror i asaj kohe dhe lidhet të Romës me fuqinë antikrishte, sepse bisha që doli nga deti ishte fuqia antikrishtit ose satanait, por në njëjtën fuqi ose mbi këtë fuqi qëndron edhe pushteti i Romës. Gjyra e bishës është e kuqe, ashtu si është dhe dragoi i kuq, është e kuqe për treguar jo vetëm veçori dhe madhështi të sundimtarëve që mbanin gjyrën e kuqe, por edhe karakterin gjaksor, vrastar dhe njëri vrasës të bishës dhe tërbimit të saj, siç interpreton edhe Shën Andrea dhe Arethas. Gjyra e kuqe është gjyra e gjakut të ushtrisë të martirëve, të cilët u martirizuan në pushtetin e Romës, dhe bisha është plot me emra blasfemish, domethënë me blasfemi të shumëllojshme. Në këtë bish faqet kulmi i blasfemive, siç ishte edhe në pushtetin romak, ku perandorët romak kërkonin jo vetëm adhurimin e tyre si perëndi, por dhe të kafshëve të tyre, ashtu si Caligula për shembull kërkonte që të adhurohej dhe kali i tij. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargjet më poshtë, jemi në vargun 4 dhe 5 ku na thuhet: "Dhe gruaja ishte veshur me purpur, me të kuq të ndezur, e stolisur me ar, gur të çmuar dhe margaritar. Kishte në dorë një kup ari plot me neverit dhe ndyrësitë e kuvërimit të saj." Dhe vargu i 5: "Dhe mbi ballin e saj ishte shkruar një emër mister, Babilonia e madhe, nëna e kurrave dhe neverive të dheut." Shikojnë që gruaja ishte veshur me një veshje luksoze, pra thuhet ishte veshur me purpur. Purpuri ishte veshja e mbretërve ose grave të pasura, po ashtu ishte e dekoruar me shumë bizhu. Në pamje të parë kjo na tregon pushtet. Por pavarësisht se gruaja duke e pushtetshme, e veshur pra me purpur dhe me gur të çmuar, brenda saj ishte një lavire akmarse, e ndyrë, e ligë. Kështu pra ishte pushteti i Romës, duke një pushtet legjitim, një pushtet që zbatoi ligji, morali, e drejta, por në të vetë ishte një pushtet i korruptuar dhe i degeneruar. Dhe kjo grua lavire, që është një simbol, na kujton dhe ato gratë lavire mbretëresha që përmenden në shkrimin e shenjtë si Jezabela, gruaja e mbretit Ahav, e cila vrau profetët e deshërbiste edhe profetin Ilia, por edhe Herodiata, gruaja e Herodit, ose Kuroshkelja që kërkoi edhe kokën e Joan Parencit dhe pagëzor. Por shikojmë që kjo grua mbante në dorë një kup ari të mbushur me neveri. Përmbajtja e kupës është ndyrësia e idhujtarisë. Atje janë të mbledhura veprat e neveritshme, të pabesisë, të moralitetit, të cilat e mbytën dhe infektuan tokën, pra vendin ku Roma ishte sunduese. Por le të flasim edhe për diçka tjetër, dhe mbi ballin e saj shkruaj një emër, mister, Babilonia e madhe, nëna e kurvave dhe neverive të dheut. Çfarë kuptimi ka kjo? E para, patjetër që kjo na sjell në vëmendje, siç edhe interpretohet, se gratë përdala të asaj kohe shkruanin me tatuazh emrat e tyre në ballë që të njihen nga klientët e tyre. E njëjta gjë ndodhi edhe me këtë lavirën e madhe, simboli i shtetit antikrisht të Romës, dhe gjithë shteteve antikrishti do vinin mbas Romës, dhe duhet dim se kjo Babilonia e madhe, që është Roma, nuk është gjë tjetër veçse vendi i korrupsionit dhe i degenerimit, ku çdo gjë dukej normale, sepse për shembull mbretërit e Romës martoheshin me djem dhe kjo quhej normale dhe duart trokitej nga turma. Por thuhet mister, nuk na tregohet një emër përcaktues, sepse nuk na flitet vetëm për Babilonin ose Romën që ishte një imitim i Babilonisë, por na flitet për të gjithë ato qytet-shtete antikrishte që do të vinin më pas derisa të kulmonin me mbretërimin e antikrishtit. Pra, gruaja e quajtur Babilonia e madhe, do me thënë Roma asaj kohe, është çdo qytet tjetër antikrisht që karakterizohet si shembull klasik i moralitetit dhe i idhujtarisë, siç ishte edhe Roma. Ajo quhet nëna e lavireve dhe ndyrësive të dheut, kështu sepse Roma ishte metropol, kryeqytet mbisundues dhe bazë e fuqisë anteiste dhe jepte shembullin e keq kundër Perëndisë dhe të degenerimit të gjithë popullit që ajo i kishte edhe vasal. Por le të flasim për vargun më poshtë, vargu 6, ku na thuhet: "Dhe pash gruan të dehur nga gjaku i shenjtorëve dhe nga gjaku i dëshmitarëve të Isujt, dhe kur e pash u çudita me çudi të madhe." Deja e gruas nga gjaku i shenjtorëve na flet për gjakun e të krishterëve. Duhet dim se me ardhen e perandorit famkeq Neronit filloi një përndjekje ndaj të krishterëve që zgjati gati 3 shekuj. Kështu u persekutuan edhe apostujt, kryeapostujt Petro dhe Pavël në Rom,
po dhe shumë shenjtor të tjerë mëdhenj dhe me miliona të krishterë kudo që ishin sundimi perandorisë romake. Dhe katakombet mbusheshin gjithnjë më shumë me trupat e shenjtorëve. Dhe ajo gruaja lavire u depra me gjakun e shenjtorëve dëshmorëve të Isuit. Kjo tregon dëshirën e keqe dhe veprat kriminale të saj, të cilën nuk pushonin dhe nuk ndalonin së argëtuari me vrasjen e të krishterëve. Dhe duhet dim se jo vetëm në pushtetin romak antikrisht, por në të gjitha pushtetet që do vinë dhe kanë ardhur dhe do deri në fund antikrishte, të krishterët do të vriten. Dhe kjo do jetë si ajo deja e gruas lavire. Kështu që edhe pushtetet antikrishte dhe sot e kësaj dite vrasin të krishterët derisa të plotësohet numri i të krishterëve që do të kulmojë me pushtetin e antikrishtit. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargjet më poshtë, në vargun 7 edhe 8 na thuhet: "Dhe ëngjëlli më tha: Përse çuditesh? Unë do të them misterin e gruas dhe të bishës që mban atë, e cila ka 7 krerë dhe 10 brirët. Bisha që pe ishte dhe nuk është, dhe do të ngjitet prej umnerët dhe do të vejë në humbje. Dhe banorët e Dheut, emrat e cilëve nuk janë shkruar në librin që nga themelimi i botës, do të çuditen kur të shohin bishën që ishte nuk është, ndonse është." Pra, apostulli dhe ungjillori Joan në vargun e 6 që ne përmendëm, na thot u çudit me çudit madhe. Pra, u çudit se si Perëndia lejon një kriminalitet të tillë kundër të krishterëve. Por Perëndia lejon sepse nga martirizimi i krishterëve dalin e mira shumë e madhe, sepse vërtet ata të krishterë që u martirizuan në kohën e pushtetit romak dhe do martirizohen deri në fund, në pamje të parë duket sikur humbën, por ata fituan një lavdi të madhe në qiell dhe martirët janë shenjtorët më të lavdëruar. Por vjen në vargun më poshtë që lexuam 7 dhe 8, pse çuditesh? Dhe unë do them misterin e gruas dhe të bishës që e mban atë. Bisha që pe ishte dhe nuk është dhe do të ngjitet prej umnerës dhe do të vejë në humbje. Në pamje të parë duket sikur këtu kemi një lodër fjalësh, por nuk është kështu, sepse ëngjëlli kërkon t'i thotë një të vërtetë të madhe apostullit Joan që bisha që pe ishte, pra duhet dim se pushteti i Romës ishte përpara Krishtit dhe me ardhjen e Krishtit pushteti i Romës pësoi goditjen përfundimtare, sepse njerëzit mësuan mos ta adhuronin njerëzit, perandorët romak, po ta adhuronin birin dhe fjalën e Perëndisë bërë binjëri, dhe kjo ishte edhe arsyeja që pushteti romak nëpërmjet perandorëve ngrinte akuza kundër krishterëve, sepse krishterët nuk pranonin adhurimin e perandorëve, dhe dim se mbas Krishtit Roma e humbi pushtetin antikrist, sepse me ardhjen e Konstantinit të Madh në shekullin e 4 ne kemi krishterimin si një fe zyrtare brenda feve tjera të perandorisë romake, dhe me ardhjen e Theodosit të Madh shekullin e 5 kemi përfundimisht shkatrimin e idhujtarisë në Rom dhe i krishterimi si e vetmja fe zyrtare. Por jo vetëm që u shkatrua pushteti antikrist, por dhe Roma si një shtet i ndërtuar me pasurinë dhe gjakun e gjithë njerëzve të botës u shkatrua nga vandalët. Por do të ngjitet prej umnerës dhe do të vejë në humbje. Fjala do të ngjitet prej umnerës do thot për një rishfaqje të pushtetit antikrist të Romës, dhe këtu bëhet fjalë për pushtetin e antikrishtit që do vijë në fundin e kohërave dhe do të vejë në humbje, sepse ky pushteti antikrishtit, edhe pse do të duket si pushteti i Romës që do sundojë gjithë botën, prap ai do vejë në humbje me ardhjen e dytë të Krishtit, i cili jo vetëm do të vrasi me ukatjen e gojës tij antikrishtin, por do të shkatrojë edhe të gjithë mbretërinë e antikrishtit. Dhe këtu na flitet dhe për banorët e Dheut, emrat e cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës, që nga themelimi i botës do të çuditen kur të shohin bishën që ishte nuk është, ndonse është. Pra, tu flitet për ata banorë të Dheut, cilët do ta pranojnë si romakët pushtetin antikrisht të Romës dhe të gjithë shtetasit e Romës, por edhe të gjithë atyre pushteteve antikrishtit do vinë në botë deri në fund në pushtetin e antikrishtit. Kush janë këta? Emrat që nuk janë shkruar në librin e jetës, pra ata që nuk janë të krishterë, pra nuk janë të pagëzuar ose që nuk jetojnë si të krishterë, që nuk janë shkruar që në themelimin e botës. Do të thotë që jo se Perëndia ka përcaktuar, por Perëndia paraqe se kush nga njerëzit do të besojnë në Krishtin do shpëtojë dhe kush nga njerëzit nuk do besojnë në Krishtin, sepse Zoti ka thirrur të gjithë, por jo të gjithë pranojnë thirrjen e Zotit. Shumë janë të thirrur, pak janë të zgjedhur, na thuhet në Shkrimin e Shenjtë. Prandaj, njerëzit e botës, si në kohën e Romës, kur ra pushteti i Romës, por edhe kur ka rënë dhe pushtete tjera antikrishte, siç dhe kemi parë, dhe do bien deri në fund, por do çuditen dhe për pushtetin e antikrishtit, i cili, siç na thuhet, ishte, nuk është, ndonse është. Pra, siç Roma ishte, nuk është më, ndonse është, sepse do të rishfaqet përsëri. Në vargun 9 na thuhet edhe diçka tjetër,
Ktu është mendja që ka urtësi. Të 7 krejt janë 7 malet që ulet gruaja dhe mbretër janë 7. 5 kanë rënë dhe njëri është dhe tjetri nuk ka ardhur ende. Po kur të vi, pa kohë duhet të mbetet. Dhe në vargu 11 na thuhet dhe bisha që ishte nuk është më, është dhe ajo i 8 mbret dhe është nga të 7 dhe shkon në humbje. Shumë janë përpjekur ta interpretojnë këtë varg duke menduar dhe për mbretërit si mbretër thjesht personazhe njerëzor dhe duke numëruar mbretërit që nga koha e Neronit e vazhdojnë deri koha e Dioklecianit, të gjithë ato mbretërit dhe Cezar duke hequr dhe disa mbretër për të gjetur atë numrin 7. Por interpretimi që na japin etrit e kishës dhe siç na jep dhe Shën Andrea dhe Aretha, ta mbretër nuk nënkuptojnë persona specifik, mbretër, por shpreh pushtete të ndryshme, madje antiteiste që ishin para pushtetit të Romës, siç ishte që duke filluar që nga Babilonia, Egjipti, Asiria, Persia, Greqia, pra ishin mbretëri antiteiste që u shkatruan para Romës, por vjen dhe mbretëria e Romës. Dhe pastaj na pritet e një mbreti tjetër, mbreti i 7. Ky mbreti i 7 nuk është gjë tjetër veçse Antikrishti, i cili do të arrijë të ndërtojë një mbretëri, një perandori në të gjithë botën. Por dhe ky do të shkojë në humbje, sepse siç e tham, me ardhen e dytë të Zotit tonë Jezu Krisht, humbet dhe pushteti i Antikrishtit. Por tham dhe bisha që ishte dhe nuk është më, është dhe ajo i 8 mbret. Tani na shfaqi një mbret i 8, por tham që mbas Antikrishtit nuk do ketë më pushtet djalli, sepse vetë Antikrishti dhe djalli do të shkojnë në humbje me ardhen e dytë të Krishtit. Por çfarë është ky mbret i 8? Nuk është një kontradiktu ose as më tepër gabim, por ky mbret i 8 është vetë bisha, është vetë djalli i cili nuk është thjesht një mbret i 8, por është ai mbreti i gjithë këtyre mbretërive antikrishte, sepse ai pra i ka nxjerrë këto mbretëri. Prandaj dhe Aretha thot diçka shumë saktë. Një është mbretëria e Antikrishtit, dhe pse është e dalluar në kohë dhe në vende të ndryshme. Por vazhdojmë edhe lexojmë edhe më poshtë dhe të 10 brirët që pe janë 10 mbretër të cilët nuk kanë marrë ende mbretërinë, por do ta marrin pushtetin si mbretër një orë bashkë me bishën. 10 brirët interpretohen këtu si 10 mbretër. Ky interpretim nuk është literal sipas etrave dhe absolut, sepse më poshtë se ata thonë që nuk e kanë marrë ende pushtetin mbretëror, të cilën do ta marrin nga bisha. Kështu ata që nuk janë mbretër, po janë si mbretër. Ktu me shumë mundësi nuk kupton disa prirës, vartës të bashkëpunëtorëve të Antikrishtit që do të shfaqen ndoshta, por ka dhe interpretime për të na treguar dhe sisteme shoqërore ose pushtete kalimtare, politike, filozofike me frymëzimin përkohësisht të bishës, pra siç janë sisteme të cilet kanë qenë janë dhe do të ikin, si materializmi, komunizmi, panteizmi, sionizmi, masonizmi e të tjera sisteme antikrishte që përfaqësohen edhe nga përfaqësues politiko-fetar, por që e kanë sundimin të shkurtër, 1 orë thuhet atje. Pavarësisht se neve sundimi i tyre na duket i gjatë, por po ta krahasojmë me përjetësinë, sundimi i tyre është i shkurtër dhe për na treguar se sundimi i bishës dhe i Antikrishtit në këtë botë është i shkurtër. Në vargun 13 na thuhet: "Këta kanë një mendje dhe do t'i japin bishës fuqitë dhe pushtetin e tyre." Këta kanë një mendje, pra na flitet për të gjithë ato sisteme ose edhe përfaqësues politiko-fetar, të cilët janë të frymëzuara nga fryma e Antikrishtit dhe e bishës së Satanait. Patjetër që ata do të jenë një mendje, sepse të gjithë ata i nështrojnë bishës Antikrishtit dhe janë vasalët e tyre me një shërbim të verbër ndaj tyre. Mendja e përbashkët e prizve, Antikrishti tregon varësinë e përbashkët nga bisha dhe u justifikon urrejtjen e tyre ndaj vetë Krishtit. Pra 10 mbretërit, pra ndoshta janë tërësia e forcave antikrishte të cilat luftojnë Krishtin dhe kishën, janë sisteme të përkohshme dhe kalimtare të cilat mbështetin mbretërinë e Antikrishtit. Janë ata që luftojnë qingjin e Krishtit, janë ushtria e Eusforit që lufton gjithë to shekuj, pra i suin dhe fjalën e tij që është e njerizuar dhe është e pushtetshme dhe adhuruar në kish. Dhe lexojmë dhe më poshtë në vargun 14 ku na thuhet: "Ta do të luftojnë me qengjin dhe qengji do t'i mund, sepse ai është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve, dhe ata që janë me të janë të thirrur dhe të zgjedhur dhe besnik." Në periudhën e perandorisë Antikrishtit të Romës, rolin e 10 brirëve e kishin 10 prisit, e parkat, generalet, idhujtarët, priftërinë e idhujve dhe të altareve tyre. Këtë rol e vazhduan dhe vazhdojnë në shekull të gjithë ata që
do t'i nështrojnë frymës Antikrishtit. Por këta do të luftojnë me qengjin dhe qengji do t'i mund, thot autori i shenjtë. Ndjekësit të Eusforit, arrogant, shpallin me guxim të paturshëm luftën kundër Antikrishtit, sepse ata mbështeten tek fuqia e bishës. Por shikoni se si kjo fuqi e bishës dhe vetë ata do të munden nga qingji që në pamje të parë duket i dobët, por ai qingji në vetvete është Zoti i zotërve dhe mbretërve, pra është biri dhe fjala e Perëndis i bërë bir njeriu, që edhe pse u kryqëzua dhe u duk si humbi si njeri, prap ai u ngjall si Perëndi njeri dhe dha çdo pushtet në qiell edhe në tokë. Kjo na tregohet edhe në Psalmin e 2, ku na thuhet: "Përse u zëmuruan kombet dhe popujt menduan kocira, mbretërit e dheut u rreshtuan dhe të parët u mblodhën bashkë me ta kundër Zotit dhe kundër të lyrit të tij, le t'i kputim litarët dhe lidhjet e tyre, dhe le t'i flatin pranësh zgjedhjen e tyre. Ai që rinë në qiell do të përqesh ata dhe Zoti do t'i tall ata." Kështu pra edhe Perëndia i shikon pushtetet antikrishte, që pavarësisht se në sytë njerëzve ato duken të pamundura, të gjithë pushtetshme, por ato janë të mundura në sytë Perëndis dhe janë mundur përfundimisht kur biri dhe fjala e Perëndis u bë bir njeriu, u kryqëzua, vdisi njeri, por u ngjall si Perëndi njeri. Pra, kundërshtarët e kishës së Krishtit do të munden, qingji do t'i mund ata, ai që i në qejt do t'i përqesh ata. Betejë do të përfundojë me triumfin e Krishtit dhe gjithë pasuesve të tij, që janë të lidhur ngushtë me të. Pra, jo vetëm Krishti do fitojë, por dhe gjithë ata që janë të Krishtit do fitojnë. Të fitore do të gëzojnë të gjithë ata besimtarë, pra që qëndruan dhe të qëndrojnë pranë deri në fund. Bashkëluftëtarët dhe mbështetësit e Zotit quhen të thirrur, të zgjedhur, besimtarë. To tre mbiemra zbukurues tregojnë vlerën sipas Krishtit të pasuesve të tij. Dhe vazhdojmë edhe lexojmë më poshtë në vargun 15 ku na thuhet: "Dhe më tha: Ujëra qipe ku është ulur kurva janë popujt dhe turma dhe kombet dhe gjuhët." Këtë e tham edhe më sipër, pra vetë ëngjëlli ishte ai që interpretoi se mbi ku ishte ulur, pra ose kishte pushtetin perandoria romake dhe gjithë pushtetet antikrishte janë mbi popujt, turmat e kombeve. Le të ndalojmë këtu në fjalën turma. Ne dimë që fryma antikrishtit njeriu nuk e shikon si person, por e shikon si një shifër. Prandaj edhe sot kur fryma antikrishtit po vepron fuqishëm, kërkon që njeriu t'ia heq emrin dhe ta vendosë si një kod, si një numër, me një dam, por ndryshe është se si e shikon Zoti njeriu. Zoti njeriu nuk e shikon si një turm, po e shikon si një person. Kjo është arsyeja që edhe në kish, kur vjen dikush, ai pagzohet me një emër, kungohet po me atë emër, thirret me emër, sepse Zoti i njeh delet e tij dhe i thret në emër. Pra, Zoti i jep dinjitet njerëzit, kurse fryma antikrishtit, por dhe gjithë sistemet politike fetare të antikrishtit kërkojnë ta ulin dinjitetin njerëzor, madje ta zhdukin qenie njerëzore si një qenie personale, por ta bëjnë atë thjesht një shifër. Dhe në vargun 16 na thuhet: "Dhe të 10 brirë që pe mbi bishën, këta do të urrejnë kurvën, do ta bëjnë të shkret të lakuriq dhe do të hanë mishrat e saj e do ta digin në zjarr." Të 10 brirët që pe, i thot ëngjëlli Joanit, të cilën mbizotrojnë prisit, udhëheqësit dhe pushtetit antikrisht, si dhe bishën që i frymëzon të gjithë ata, të gjithë këta pas një përjashtim do të urrejnë gruan e korruptuar, Romën idhujtare do me thënë, dhe do ta kthejnë urrejtjen e tyre të papërmbajtshme kundër vetë Romës. Dhe kjo është vërtetuar në histori se si ata që e furnizonin Romën me pasuri e me njerëz, ata u ngritën kundër Romës duke e plaçkitur Romën, siç ishin edhe popujt vandal që e shkatruan Romën. Po jo vetëm Romën, por gjitha pushtetet antikrishte janë shkatruar nga vetë ata që i kanë furnizuar, nga vetë popujt e tyre. Siç ishte për shembull dhe sistemi ateist komunist edhe këtu në Shqipëri. Ishte vetë njerëzit që ndërtuan atë sistem, vetë njerëzit ata e shkatruan atë sistem. Pra, e keqja prish veten e vet. Dhe në vargu 17 na thuhet: "Sepse Perëndia u dha në zemër të kryejnë mendjen e tij dhe të kryejnë një mendje të vetme dhe të japin mbretërinë e tyre bishës, derisa të plotësohet fjalët e Perëndisë." Si të kuptojmë këto vargje? Bashkëpunimi satanik i Romës antikrishte dhe i barzëve të saj antikrisht, të mbretërve antikrisht, të sistemeve të ndryshme antikrishte ishte dhe është me lejen e Perëndisë, që pastaj të shkatrohen. Perëndia dha në zemrat e tyre të bëjnë mendimin e tij, pra siç edhe theksohet. Ky kthim pra justifikohet, duke qartasi se bashkëpunimi satanik bëhet instrument i vullnetit hyjnor në shkatrimin e pushtetit të Romës, kur thot, pra të bëjmë mendimin e tij. Mendja jon shkon tek vullneti hyjnor. Pra,
asgjë nuk është jashtë providencës hyjnore. As vetë Satanaj, i cili edhe pse kërkon t'i bëj sfidë Perëndis dhe të bëj rebelin si në qiell, po ashtu edhe në tokë, por edhe të nxjisë edhe njerëzit kundër Perëndis dhe pushtete, pra të gjithë janë brenda sferës që kontrollon Zoti. Pra të gjithë janë shërbëtorët e Zotit dhe në fund fare Zoti e ka fjalën dhe është Zoti që bën historinë. Pra do bëhet vullneti hyjnor. Askush nuk është i pavarur. Kështu pra, nuk do të çuditemi se vetë Satanaj bën punën e Zotit, por dhe të gjitha pushtetet dhe pushtetarët antikrisht në fund fare bëjnë punën e Zotit, janë instrumenta të drejtësisë hyjnore. Dhe në vargun 18 na thuhet, dhe gruaja që pe është qyteti i madh që mbretëron mbi mbretëritë e dheut. Këtu pra angjeli tregon se gruaja që pe identifikohet me qytetin e madh nuk na jepet emër dhe jo më kot nuk jepet emër në atë kohë kur shkruhet edhe zbulesa, sepse nuk u dha ky emër që të lexohej nga antikristët dhe pastaj të përsekutoheshin të krishterët që kanë folur kundër pushtetit romak. Por e njëjta gjë nuk na jepet një emër, sepse çdo pushtet dhe mbretëri antikrishte patjetër që ka një emër të përbashkët, që është Babilonia e Madhe ose pushteti i antikrishtit, që ashtu siç u shkatrua Babilonia, u shkatrua Roma, u shkatruan shumë të tjera pushtete, do të shkatrohet edhe pushteti i fundit i antikrishtit me ardhin e dytë të Krishtit. Prandaj e mbyllim me këto fjalë në përgjithësi. Kjo grua e ndyrë është simboli i çdo zotërimi dhe i çdo pushteti antikrisht dhe sigurisht simboli i fillimit dhe i qendrës së antikrishtit në kohën e fundme. Kjo grua është në përgjithësi pamja e botës e cila gjendet nën pushtetin e të ligut. Fuqia antikrishte karakterizohet si qytet i madh që mbretëron mbi mbretëritë e dheut. Këto fjalë na vën të mendojmë shumë. Asgjë nuk duhet na dekurajoj, sepse fitimtar mbeti gjithmonë Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve. Të nderuar dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe komentin e kapitullit të 17 të librit të zbulesës. Miru të dëgjofshim në takimin tjetër.